Bashkia Shkodër ka shpadur thirrjen për mbështetjen e sipërmarrjes inovative, një skemë që synon të nxjisë idetë e reja dhe zhvillimin e bizneseve ekzistuese përmes inovacionit dhe qëndrueshmërisë në treg. Bashkia Shkodër ka rishpallur edhe një herë skemën e granteve, një skemë që i dedikohet të gjithë banorëve të Bashkisë Shkodër, të gjithë shtetasve shqiptar, banues në Bashkinë Shkodër të moshës mbi 18 vjeç, për të aplikuar në këtë skemë grantit. Sikurse vitet e kaluara, të gjithë ato persona apo subjekte ekzistuese, të cilët kanë një ide apo kanë një biznes ekzistues dhe dëshirojnë që të përmirësojnë shërbimet, proceset e punës apo produktin e tyre me një element inovativ, mund të aplikojnë pranë Bashkisë Shkodër. Thirrja do të qëndrojë e hapur deri më 22 maj në orën 16 dhe janë të ftuar të gjithë ato të cilët dëshirojnë të aplikojnë në këtë skemë për të përfituar nga kjo mundësi që jepet. Grantet në dispozicion shkojnë deri në vlerën 500.000 lekë të reja. Fondi total i skemës është 5 milion lekë, ndërsa grantet arrin deri në 500.000 lekë për aplikim. Thirrja u drejtohet sipërmarrësve aspirant dhe bizneseve ekzistuese me qarkullim vjetor deri në 8 milion lekë. Mbështetja përfshin sektor si IT, inteligjencë artificiale, turizëm dhe agroturizëm, mjedis, energji e rinovueshme, shërbime, prodhim, artizanat dhe marketing. Procesi i aplikimit zhvillohet në 2 faza, dorëzimi i projektides dhe më pas hartimi i planit të biznesit. Afati i fundit për fazën e parë është data 22 maj 2026, ora 16. Aplikimet dorëzohen pranë zyrës me një ndalesë në Bashkinë Shkodër. Kjo nisëm synon të krijojë mundësi reale për zhvillimin e sipërmarrjes inovative dhe forcimin e ekonomisë lokale.